suksese edhe për ju në këto dy sfida të rëndësishme. Përsa i përket aspektit personal, numëroni 2450 minuta për të qenë eksakt për gjatë këtij viti, megjithatë me ardhjen e trajnerit të ri për disa javësh, ju nuk keni mundur të keni tepër minuta. A ndjen veten gati Bajrami për këtë sfidë kaq të rëndësishme? Përshëndetje. Besoj se 6 muajt e para kam filluar mirë te Rangers, pastaj kohën e fundit s'kam pas shumë minuta, por kjo është pjesë e futbollit, kështu që unë jam gati, kam qenë gjithmonë fit edhe kam ushtruar edhe s'kam humb asnjë stërvitje. Trajneri ka thënë në konferencën përshtyp që ka trafik në të majt në fakt, por edhe pas sulmit alternativat janë të shumta. Ku e ndjen veten më mirë Bajrami dhe ku mendon se ka më tepër mundësi për të luajtur? Faleminderit. Që ka trafik në futboll është normal, konkurenca është e madhe, kështu që çdo lojtar jep maksimumin stërvitje, pastaj në fund trajneri e vendos, por unë janë krah, janë mes fush, unë ndi veten mirë, kështu që ku më fut Silvinjo, unë jam gati me më dhënë maksimumin ndeshje. Nedim, ndryshe nga Kristiani, ju keni qenë në fush 4 vite më parë. Çfarë mendon se do jetë ndryshe këtë herë? Po, do më thonë, ajo ndeshje që kemi bërë me Anglien, ajo ka kalu, tani është një ndeshje tjetër, kështu që duhet me përgatitur ndeshjen shumë mirë, se e dim çfarë kundërshtari është, e dim çfarë kvaliteti kanë, dhe besoj se gjithë çunat janë gati edhe Silvinjo dhe përgatitet ndeshjen shumë mirë. Nedim, ti e the vetë që çdo asociacion dhe futbolli ka uljet e ngritjet, por ke bër shumë minuta të mira ndeshje me Fenerbahçen, domethënë që është një moral shumë i madh, domethënë të eliminosh Mourinhon në fush, pra atë ka sjell ty kjo një suport të brendshëm, domethënë sepse rritemi duke shkuar përpara në Europë, patjetër që rritemi. Besoj se po, se ka qenë një fitorie e madhe me eliminuti Mourinhon edhe Fenerbahçen me atë skuadrën e fortë, kështu që më ka dhënë prapë një vetbesim dhe ku marrë me atë vetbesimin këtu në kombëtare edhe ndihmoj skuadrës në fushë edhe jashtë fushë ku ka nevojë. Nedim, përshëndetje, ju luani në një kampionat shumë të fortë fizikisht, ashtu siç është edhe kombëtarja angleze, sa gati është Shqipëria për ta përballuar Anglinë në këtë aspekt? Përshëndetje. Po, është e vërtet, është një ligë shumë fizik, kështu që kam pasi çik nevojë derisa u futa në atë ligë, po tani është mirë. Dhe Anglia lun ashtu, por besoj se gjithë çunat janë gati, edhe tani si u kthy broja, besoj se jemi komplet. Sot në faqen e UEFA-s, ku propozojnë ndeshja Shqipëri-Angli, dilte goli juaj që i realizuan kampionatin evropian kundër Italisë, goli rekord. Mendon se mund të lësh në një gjurmë të ngjashme? Rekordi është rekord, ta shohim çfarë do ndodhe me Anglinë, po besoj se do jetë një ndeshje ndryshe, unë do jap maksimumin edhe besoj se gjithë çunat janë gati për ndeshjen. Bajrami, ju e dini shumë mirë që vim nga një ecuri jo shumë e mirë, të paktën në ligën e kombeve, dhe tani nisim një kompeticion ose kualifikuese edhe më të rëndësishme. Kemi marrë një mësim nga ajo çka ndodhi apo gjithmonë le të themi përgjegjësia i takon trajnerit? Faleminderit. Po, çdo kompeticion është i ndryshme, kështu që tani jemi për kualifikimet e botrorit edhe gjithë fokusi është këtu. Çka ka ndodhur, domethënë duhet me mësu çka kemi bë keq edhe duhet me kontinu që kemi bo mirë edhe me kanë gati për Anglinë. Kjo është edhe pyetja e fundit, faleminderit të gjithëve. Ndërkohë, kombëtarja do të vazhdoj stërvitjen sot në orën 16, e cila do t'i ta hapur 15 minutat e para për mediat, ndërsa nesër udhtojmë drejt Londrës për të përgatitur për ndeshjen ndaj Anglisë. Ndërkohë mund ta ndiqni në kanalet tona zyrtare edhe rrjetet tona sociale për t'u updateuar për të rejat më të fundit nga kombëtarja. Faleminderit dhe ditë të mbar.